Më thënë, në çdo familje fëmijët do të jenë të përfshirë në sistemin arsimor. Mësimi tërditor, Aleanca do ta ketë dhe ka në programin e vet. Ai 1 miliard euro vjen në sektorin e arsimit. Aleanca do të jetësoj një reformë rrënjësore në sistemin arsimor për të prodhuar aftësi praktike dhe profesionale reale. Gjithë përfshirje të fëmijëve prej moshës 3-5 vjet dhe 5-6, domethënë në çdo familje fëmijët do të jenë të përfshirë në sistemin arsimor. Këtë shembull e kemi edhe në komunën e Gjakovës, kemi ndërtuar me buxhet të komunës rreth 13 qerdhe. Digitalizimi është diçka që është thënë vazhdimisht, por nuk është aplikuar. Kjo është nevoja urgjente. Mësimi tërditor, Aleanca do ta ketë dhe ka në programin e vet, mirë po së pari duhet jetë ligji për mësimin tërditor. Pa bazë ligjore, ne mund të bëjmë eksperimente, mirë po nuk mund t'i trajtojmë njëjtë mësimdhënësit që punojnë në mësimin tërditor me pagesa çfarë janë. Pra, rritje të pagave të mësimdhënësve, pastaj ambient të shëndosh, ambient të këndshëm për gjithë fëmijët që kalojnë kohën nga ora 8 deri në orën 16. Shkollat profesionale, universitetet dhe programet e trajnimit do të riorganizohen. Do me thonë, duhet të kemi rritje të buxhetit. Aleanca ka pas prioritet vazhdimisht arsimin. Në kohën e qeverisjes Haradinaj ka pas rritje të buxhetit për 12%. Në këtë kohë, në qoftë se kemi edhe zhvillim ekonomik të ashtu siç ne i kemi në programin tonë, gjithçka arrihet edhe përmes zhvillimit ekonomik, nga se ka buxhet mjaftueshëm, sepse nuk na shkon buxheti në pagesat e energjisë që mirën që i quajmë në Serbi, por ai buxhet për 1 miliard euro që janë fakte që janë të ditura që shkojnë blehet rrymë prej Serbisë, ai 1 miliard euro vjen në sektorin e arsimit, investohet dhe në këtë rast pas me i besu sistemit arsimor, pas me ngrit vedijen, qoftë edhe të mësimdhënësve të cilët vërtet janë shumë të mirë dhe punojnë me përkushtim shumë të madh, mirë po një sistem i cili është i ditun dhe i ti beson mësimdhënësit edhe e vlerëson, është pikërisht edhe problemi kryesor i teksteve mësimore. Aleanca e ka prioritet rishiqimin e teksteve mësimore për të mësuar nxënësit tonë për historinë për cilën ka kaluar secila periudhë deri në ndërtimin e